Do thot Ramazani kur të vjen pak na afron se gjatë jashtë Ramazanit ne kur të hajmë bukë të paktën, drekën apo darkën, pak dikush mungon, djali mungon, nusja mungon, fëmijët në shkollë, prindi është në punë ala, Ramazani po na bashkon apo. Shumë bukur. Kjo do thot na bën se tash ti tempot e jetës së vrrullshme viteve të fundit, pastaj arsimimi i gjinisë femrore dhe punësimi i tyre e bën që për shembull ndoshta shumë herë në sofrat tona mungojnë familjarët. Mirë po me ardhin Ramazanit dhe me uljen e përgatitjen e tryezës pak më herët nga koha e thirrjes së ezanit dhe ekzistenca e gjithë bereqetit për shembull në tryezat tona, gjithë ato ne ulemi dhe së bashku me gjithë familjarët, me fëmijët tanë, lutim Allahun se e dim se në minutat para ezanit janë lutjet ku pranohen dhe nuk kthehen nga i madhi Perëndi. Atëherë gjithë jemi të ulur në tryeza dhe presim lejen e Allahut, edhe pse i kemi gjitha të mirat përpara, që të vjen leja Allahu Ekber e ne që t'i fillojmë ato. Shumë bukur.